shefe thash në fillim, mu ka do këtë tepër të uniforma. Mu personalisht. Sepse rrjedhin nga një familje ndeshes. As baba, as migja, as dajt, kur në jetë vetë nuk kam punu punë të shtetit. Kam qenë i frymëzuar nacionaliste, edhe nuk e kom dashur. Kur kom hyrë në punë, kom pa gjëra të ndryshme. Gjëra të ndryshme. Për mu, personalisht, mirë që në kanë ata njerëz në shërbim të udhbes, sepse kam pas emrin Hasan Hysen. Ndërta, ka pas njerëz që ka pas dëshirë të është më katalik se papa që thojnë. Se nëse ka punu në bazë të ligjit që ka pas, ai punëtori sigurimin shtetëror, ka punu nuk u konë mirë, por nuk ka gabu rand. Po ata që i kanë maltretu shqiptarët kanë... Kërkun nuk shkruun rohur, që me ra njeriu. Po. Natën, ditën, do të maltretimet jenë natën edhe ditën. Kërkun nuk shkruun. A jenë maltretu në mënyrat randa. E tash më kujtu rasti Leskovcit. Unë kom qenë prezent kur jenë ardhur ata burra me dur lidhë të gjithë. Jenë hyp në autobusa, në borin e shtabit përgjithshëm të policisë Kosovës. Prezent kom qenë une. Ketë me dur lidhë kanë qenë. Ketë policë kanë qenë shqiptarë. Edhe kur i kanë qunë nishën në Leskovc, ata policën këty të kajtë, edhe ketë kanë bërë raporte. Të gjithë kanë bërë raporte si jenë kestrajtu. Këtu jenë arrestu. Nga kush janë kestrajtu? Nga shqiptarët? Ja, ati nga sërbë. Nga sërbë. Këtu si ka prejkë kërkush ata njerëz gjallë janë. Po. Një policë prejkë nuk i ka. Po e lidhe të sigurimi shtetënor. Une i kom njohë shumicën, edhe në thomë drejtën as mirë dita s'kom ba me ta kur. As mirë dita kur. Sepse ata ka një veten pak ma lartë. A u konë zërë me prënua detyrë? Zërë. E kam prënu. A ka pas të tillë që ju i keni njoftur edhe që janë inkuadru pastaj edhe në polici pas luftës, policinë e Kosovës? Sigurim shtetënor? Po, more, plot. Pra, nuk ka paraqitur shteti ju ndonjë kriter për ta persona? S'ta kam pyet shtetin tonë. Pse? Kush se ka pyet? Unë miku i ka pranu ata kejtë. Unë miku? Po, unë miku ka pranu. Edhe pastaj, kur janë formuar edhe institucionet e Kosovës, shu ka vazhdu? S'katit për me argumentu, nuk mundesh me thonë veç ka punu në sigurim shtetënor. Ti do të me pas argumente që ka vepruaj. Sepse fjala sigurim shtetënor, apo udhë, si kemi që ne ma e theksume, nuk ka qenë e pranushme. Për askënd. A i ka qenë pak jo mirë dhe me thonë kom punu po e thonë milicia tërë. Po. Për sigurim shtetënor mësë pëpyti. Mirë po populata, po njerëzit, individet, institucionet, o këndash të kenë argumente për këtë person që ka vepru. Batlet paraqitja dhe largohet. Ka qenë largu. Janë largu pastaj, nga puna? Në shkollë, të mësu. Kush janë largu? Për shkollës. Nuk të du të të cikemja, por në klasë, i ka hanë del për klasë e shkon shpet.